Zoti Kryeministër, si do t'i përshkruani marrëdhëniet mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë? So thank you for the invitation. It's a great pleasure for me to be your guest here. Faleminderit për ftesën duke më ftuar në televizionin tuaj. Përshëndes të gjithë qytetarët shqiptar dhe audiencën tuaj. Shqipëria për ne është vendi më mik që ne kemi. Kjo miqësi është 100%, duke ndihmuar njëri tjetrin për të ecur përpara drejtardhmes tonë me qëllimin final që qytetarët tanë të jetojnë një jetë më të mirë. Përmes kësaj misie ne kemi përmirësuar shumë, njëra si për shembull One Stop Shop, si dhe duke deleguar besim në institucionet tona. Është rritur shkëmbimi tregtar 11.5% vitin e shkuar. Kemi kapacitete të mëdha për të arritur të tjera gjëra. Po ashtu duhet të inkurajojmë investitorët e dy vendeve tona për të fituar nga ana tjetër. Kjo do të thotë më shumë vende pune për qytetarët tanë, një GDP më të madhe, sikurse eksporte të reja për kompanitë tona. New GDP, new export for our companies. In June is going to be a big date for your country and for Albania. Qershori mbart një datë të rëndësishme për vendin tuaj dhe Shqipërinë pasi në mbledhjen e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian do të diskutohet çela negociatave për anëtarësim. A besoni se Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do ta marrin këtë status? Both countries wait long period of time. Të dy vendet tona kanë pritur për një kohë të gjatë. Maqedonia e Veriut është një vend kandidat që prej 2005-s. Pa diskutim që është një moment me rëndësi për ne, për t'ia arritur këtij goli, jo vetëm strategjik për Maqedoninë e Veriut, por edhe për Shqipërinë. Kjo do të thotë një jetë më e mirë për qytetarët tanë. Me hapjen e kapitujve të kërkuar nga BE, rriten kapacitetet dhe mbi të gjitha standardet ekonomike. Prandaj themi që ky është një qëllim final për dy qeveritë tona dhe shoqëritë. Ne po shkojmë në atë drejtim. Mendoj se ne kemi shanse të mira, por kjo varet nga ne se çfarë do të mund të arrijmë deri në vendimin e qershorit. Shpresoj që normalizimi i situatës në Shqipëri do të ndodhë. Po ashtu në vendin tim, dialogu do të vijojë me parlamentin për reformat e fundit që janë në proces. Besoj shumë se Komisioni Evropian do të japë një vendim pozitiv. Ata duan të lënë një legalizim në fund të mandatit. Po ashtu, vendet europiane shpresoj se do të jenë pozitiv, pasi zgjedhjet për në Parlamentin Evropian do të kenë mbaruar e kështu nuk do të ketë një presion të madh nga brenda. Për reforma të mëtejshme dhe një të ardhme europiane kjo s'do të jetë e mundur, pa patur një zgjedhje me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Pra çdo gjë është gati. Varet nga ne. Shpresoj se të gjithë aktorët në shoqëritë tona do të punojnë për të ndihmuar vendin e tyre për çeljen e negociatave në Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë të jemi bashkë që ne si qeveri me opozitën dhe shoqërinë civile dhe qytetarët. And civil organizations and even institutions and citizens. A keni plane konkrete me qeverinë shqiptare për të shtuar bashkëpunimin ekonomik dhe lëvizjen e lirë të mallrave e njerëzve në të dyja vendet? We must improve the infrastructural project to connect us. Ne duhet përmirësojmë të gjitha projektet infrastrukturore që na lidhin. Ne kemi ndërtuar një projekt 450 milion euro të Kiçit Ohrid që na lidh ne me Shqipërinë. Ne së shpejti do të nisim një linjë kurrëdhore me vlerë 530 milion euro që do të lidh Durrësin me Shkupin, që shkon deri në detin e Zi në Bullgari e më pas drejt Stambollit. Ai One Stop Shop që ne kemi ndërtuar dhe shpresoj të hapet në ver, do të ulë me minimumin 50% kohën e shpenzuar në kufi prej qytetarëve, por gjithashtu edhe të kamionëve me mallra. Ne kemi punuar se si vendet respektive të delegojnë kompetenca njëra tjetrës. Si për shembull, nëse AKU në Shqipëri deklaron se ushqimet që do të hyjnë në Maqedoninë e Veriut nga Shqipëria janë të pastra dhe të konfirmuara sipas standardeve, kaq mjafton për ne. Do ta pranojmë këtë certifikat, po ashtu edhe nga ana tjetër. Ne po punojmë në hapjen e një tjetër pike kufitare në rrugën e Arbrit dhe kjo do ta bëjë më të lehtë kalimin në të dyja anët. Nëse ne shtojmë bashkëpunimin rajonal mes 6 vendeve tona, kjo do të vlerësohet shumë nga BE për të punuar më mirë me ne dhe kjo do të kishte shumë benefite për 6 vendet ballkanike. Western Balkan 6 countries. Gjatë takimit që patët me kryeministrin Edi Rama, ai shpreh shqetësimin tuaj në lidhje me ish kryeministrin Nikola Gruevski, i cili përdori Shqipërinë si një derë largimi? No. I know all details. Jo, unë i di të gjitha detajet, pasi vendi jon mik Shqipëria na ka njoftuar me detaje për gjithçka ndodhi një ditë më pas. Miqt ndajnë informacione. Është diçka që është bërë me ambasadën hungareze jashtë asaj që mund bënte Shqipëria. Hungaria është një vend mik me ne, por do të vijojmë të luftojmë për zbatimin e ligjit ndërkombëtar, pasi Gruevski është një person i dënuar përmes një procesi transparent në Maqedoninë e Veriut. Pati monitorim nga institucionet ndërkombëtare që punojnë në Shkup. Me ata arratisje, ai konfirmoi që është fajtor dhe ka disa çështje të tjera në gjykatë. Ne morëm një mesazh shumë të keq nga një vend antar i NATO-s dhe BE-s si Hungaria, gjë e cila nuk ishte as pak e këndshme për ne, por do ta vijojmë miqësinë e mirë me Hungarinë, pasi besojmë në sistemin ligjor dhe posaçërisht ligjin ndërkombëtar. Shpresoj se do të dominojë shteti ligjor. And I hope that the rule of law will prevail.
Do you think former Prime Minister Nikola A mendoni se ish kryeministri Gruevski pati mbështetjen e ndonjë personi me lidhje politike në Shqipëri për të hyrë brenda në ambasadën hungareze, të kërkonte azil dhe më pas të largohej nga Shqipëria? then live in Albania? I don't have that. Nuk e kam një provë të tillë. Dua të jemi kujdesshëm me çdo person në vendin tuaj, pasi Shqipëria është mike e jona. Sure, and my last question, Prime Minister, on this topic. Në të gjithë të historia, besoni se kanë dështuar autoritetet e sigurisë së vendit tuaj dhe në Shqipëri për ta ndaluar Gruevskin, për t'u shmangur drejtësisë? Gruevski, who escaped the justice, as you said. No, I don't think so. Jo, unë nuk mendoj kështu. Unë kam zemërim në zemrën time, pasi dikush brenda vendit që nuk është shteta si joni dhe as shqiptar e ndihmoi atë. Ai në ditët e fundit ishte një njeri i lirë. Ai nuk e kishte ende një konfirmim për të shkuar në burg. Por pas 2 ditësh vendimi u shpall. Ai mund të përdorte pasaportën të udhtonte brenda vendit, pasi ishte qytetar i lirë. Ishte po ashtu transparent, pasi çdo ditë vinte në parlament dhe bënte vrap për gjatë lumit Vardar dhe shkonte rregullisht për atë proces në gjykat. Atë mbrëmje organizoi arratisjen, por duhet të jemi kujdesshëm kur flas për atë, sepse të flasësh pa prova nuk është diçka serioze. Talking without proofs, it's not serious. Okay, Prime Minister, how important is Kryeministër, sa e rëndësishme ishte për vendin tuaj marrja e ftesës për antarësim në NATO? NATO member state? It's fulfillment of our first strategic goal. Ishte përmbushje e qëllimit ton të parë strategjik, pasi më shumë se 82% e qytetarëve tan e mbështesin antarësimin. Për ne si Maqedoni e Veriut do të thotë më shumë stabilitet, por edhe për të gjithë rajonin. Ky stabilitet përkthehet në paqe të brendshme, siguri dhe më së shumti në fund të ditës investime, rritet GDP-ja dhe punësimi ka një efekt shumë pozitiv. Jemi shumë të lumtur pasi Shqipëria ishte një nga vendet e para që ratifikoi protokollin e NATO-s. E vlerësojmë shumë. Edhe një herë tjetër është konfirmimi i miqësisë së pastër dhe për ne ishte një mesazh inkurajues. Ju jemi shumë mirënjohës për atë. Ne kemi deklaruar 625 milion euro investime në vendin tonë dhe ky është një rekord i ri, pasi Gruevski ishte famoz për investimet e huaja. Ne i kemi dyfishuar investimet e huaja krahasuar me vitin e tij më të mirë në 2011. Ne kemi 4 herë më shumë investime të huaja krahasuar me vitin e shkuar. GDP-ja përpara 21 muajve kur erdha si kryeministër ishte minus 1.7%. Tani është 3.7% dhe papunësia është ulur me 5%, ndërsa rrogat u rritën me 8%. Janë rezultate pozitive që do të reflektohen edhe në Shqipëri, në Kosovë, në Serbi dhe të gjithë rajonin. Ne duhet të ecim në këtë drejtim. Nëse çelen negociatat për antarësim, ky do të jetë një muaj mjalti për vendet dhe qytetarët tanë. Jemi të kënaqur për këtë pasi jemi bashkë si Maqedonas, si shqiptarët, si turqit, si serbët, si romët. Pra të gjithë bashkë tregon një bashkim. Ndryshe nga ajo që po ndodh në Shqipëri, ne kemi një dialog me opozitën, që prej 21 muajsh nuk jam më në opozitë dhe kurrë nuk flas kundra vendit tim. Në atë kohë ne bëm oponencë, ne protestuam, po kurrë kundra vendit. Edhe opozita shqiptare duhet ta fuzë vendin në pozita për çeljen e negociatave për antarësim. Jam mik i të gjithë shqiptarëve dhe kam një ndjesi jo të mirë për atë që po ndodh këtu. Uroj shumë gjetjen e një zgjidhje përmes dialogut, pasi kjo është e vetmja mundësi. Kam qenë në opozitë për 11 vite dhe vetëm përmes dialogut arritëm të ndryshojmë qeverinë dhe të përmbushim synimet tona. Është koha të punojmë me qeverinë dhe jo të shkatrojmë qëllimet e qeverisë. To disturb the goals of the government. Prime Minister, this NATO development... Ftesa për antarësim në NATO besoni se do ta minimizojë influencën ruse në Maqedoninë e Veriut? No, we are good friends with Russian Federation. Ne jemi miq të mirë me Republikën Federale Ruse. Nuk ka ndonjë gjë kundra integrimit tonë në BE, por janë kundra zgjerimit të NATO-s dhe për këtë kanë patur komente publike. Por ne nuk kemi ndonjë alternativë tjetër përveç NATO-s, dhe ata duhet ta kuptojnë këtë. Ne do ta vijojmë bashkëpunimin me Rusinë, pasi kemi interes të bashkëpunojmë sikurse ata me ne. Ne si vend i vogël kemi interes të jemi miq me të gjithë. It's really to be friends with everybody. Prime Minister, you've been... Deri diku, zoti kryeministër, ju nuk keni qenë në një pozitë të lehtë kur negocionet emrin me Greqinë. A pati ndërhyrje ruse gjatë referendumit? Influence, interference during that period of the time? You know, I comment everything what's happened during this time. Unë kam komentuar çfarë ndodhi në atë kohë dhe nuk mund ta mbështes me prova konkrete influencën ruse gjatë referendumit. Ne e dëbuam një diplomat sepse ai shkoi shumë më lart me ato që parashikon Konventa e Vjenës. Ne e kapëm në veprim, e siguruam dhe treguam provat dhe e dëbuam atë diplomat. Natyrisht edhe Greqia e bëri atë gjë, por edhe ne e bëjmë në mënyrë të kujdesshme dhe kjo u arrit me marrëveshje nga të dyja palët. With a common will of both sides.
Prime Minister, Veles City became Qyteti Veles, Maqedoninë e Veriut, u kthye në kryeqytetin e fake news gjatë zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2016 dhe për këtë janë dy hetime në Shtetet e Bashkuara dhe në vendin tuaj. Nga informacionet që dispononi, ka të dhëna se Rusia luajti rolin e vet në këtë makineri lajmesh të rreme? The fake news are one of the top. Fake news qëndron lart në tematikën e debateve botërore dhe ato të rajonit ton, dhe duhet ta luftojmë atë me median, standardet e saj, lajme të mira, të provuara, pasi fake news nxit nacionalizmin, radikalizmin. Besoj shumë se vendet e rajonit duhet të punojnë bashkarisht në luftën kundra fake news, pasi në disa raste lajmet e rreme ndërtojnë agenda të mëdha të disa vendeve, përfshirë këtu agenda nacionaliste duke shkaktuar dëme për të ardhmen e vendit. That we, like government, will support them for sure. Okay, Prime Minister, let's talk a little bit about Si po shkon procesi zgjedhjeve së presidentit të ri në Maqedoninë e Veriut që do të mbahen me 21 prill. how's going this process? We are in front of finalization of Ne jemi duke u përballur me procesin e finalizimit të kandidatëve të cilët do të jenë 3. Kandidati jonë është i përbashkët, i mbështetur nga 31 parti politike, numër që do të shtohet në ditët e ardhshme. Një gjë e bukur që po ndodh në vend për cilën unë jam shumë krenar, lidhet me faktin se maqedonasit, shqiptarët, turqit dhe serbët, përmes partive politike dhe të tjerat janë bashkë duke mbështetur këtë kandidat që na bashkon në ne. Stevo Pendarovski është kandidati jonë dhe na çon një hap përpara në ndërtimin e një shoqërie për të gjithë. Unë e di që ai do të fitojë dhe shpresoj të kemi një fushat komode përmes rregullave të qarta si kristali. E kështu do të zgjidhet presidenti i 5 i Maqedonisë së Veriut. fifth president of Republic of North Macedonia. As you said, this candidate has got Ju thatë që tashmë ky kandidat gëzon një mbështetje të gjerë, por në vitin 2014 ky kandidat nuk u mbështet nga BDI Ali Ahmetit, ndërsa tani po. Nëse ky kandidat o zgjidhet president, a do të mund të jetë i respektuar dhe të jetë përfaqësues i denjë shqiptarëve? Yes. He is a candidate with bigger support of Albanians. Po, ai është një kandidat me një suport të madh të shqiptarët. Kandidati i tretë është nga komuniteti etnik shqiptar, por zoti Pendarovski ka një mbështetje 15% më shumë nga shqiptarët krahasuar me profesorin shqiptar, zotin Reka. Kam një opinion pozitiv për atë, por nuk është njeriu që i bashkon të gjithë njerëzit në vendin tonë. Nuk ndodh shpesh që një kandidat gëzon një suport kaq të madh nga shqiptarët dhe gjithashtu minoritetet e tjera në vendin tonë. Maqedonasit janë shumë mbështetës, gjithashtu fal mishërimit për të drejta të barabarta. Ai është një person që punoi shumë për proceset tona integruese. Tani ai është koordinatori i NATO-s për Maqedoninë e Veriut. NATO coordinator of Republic of North Macedonia. Lately, Prime Minister, you had a meeting with the leader of Ditët e shkuara keni patur një takim me liderin e opozitës, zotin Miskovski, ku nuk ishin të ftuar partitë shqiptare në koalicion dhe në opozitë. Përse nuk ishin ftuar? are in the opposition. Because we doesn't have problem with others. We have problem with Mr. Sepse ne nuk kemi probleme të tjerët, por vetëm me zotin Mickovski, nga partia më e madhe e opozitës, dhe për këtë tentojmë të gjejmë zgjidhje. Ne kemi një besim të plot brenda koalicionit si dhe bashkëpunim me partitë më të mëdha shqiptare në opozitë. Për të tjera çështje ne do të hapim dialogun për ato ligje që duan 2/3 e votave në parlament dhe na duhet bashkëpunimi i Ziadin Selës si dhe Besës së Bilal Kasamit. Ne shpresojmë se ata do të jenë mbështetës pasi është një prej kushteve të BE-s për të çelur negociatat. Kohët e fundit ne kemi patur shumë probleme me zotin Mickovski që lidheshin me referendumin, ndryshimet kushtetuese kur ne ishim të gjithë bashkë, por ata qëndruan jashtë. Kjo nuk është një qasje e drejtë për vendin. Ne kemi rifilluar dialogun dhe shpresojmë të gjejmë zgjidhje, siç janë zgjidhjet për 2 ligjet për prokurorin special dhe shërbimin sekret të sigurisë. Shpresoj të votohen me konsensus në parlament. Nëse ka dialog, kjo do të thotë inkurajim për më shumë investime në Maqedoninë e Veriut. Domestic or foreign to invest in the North Macedonia. What is the view of Le të ndalemi te Kosova. Si e shikoni idenë e korrigjimit të kufinjve mes Kosovës dhe Serbisë? First of all, it's not easier. Nuk është diçka e lehtë për leadershipin e Kosovës dhe Serbisë. I inkurajoj ata të vijojnë dialogun. Kjo është me rëndësi dhe këtë e them pas eksperiencës që pata në dialogun me Greqinë me sinqeritet të plot. Dua t'i inkurajoj që dialogu të vazhdoj dhe do të arrihet në një zgjidhje. E ndërsa ata po flasin, ne nuk duam të ndërhyjmë, por vetëm duam të arrihet një marrëveshje pozitive dhe e pranueshme për shqiptarët në Kosovë dhe serbët në Serbi. Marrëveshja me patjetër duhet sjellë paqe në Ballkan dhe bashkëpunim ekonomik si dhe integrim të gjithë rajonit në BE. Ky është një qëllim i përbashkët dhe duhet të tregojmë kujdes për fqinjet nga ajo që do të arrijnë. Future of our citizens and our countries.
Correcting the borders, Prime Minister. Korrigjimi i kufive, zoti kryeministër, do të rriste stabilitetin apo destabilitetin e rajonit? I don't want to comment that. Nuk dua ta komentoj atë, pasi askush nuk po e shtron bisedën në këtë rrafsh dhe ka vetëm fjalë. Nëse do të komentoja, kjo nuk do të tregonte se jemi miq të ndershëm. Le t'i lëm. Ata e kanë obligimin. Komuniteti ndërkombëtar është përfshirë në këtë proces si SBA dhe BE. Dhe nëse shtojmë komendet tona, kjo nuk e bën të lehtë negocimin e atyre që po e bëjnë. Duhet t'i lëmë të gjejnë një zgjidhje. Who negotiate. Let's leave it to them to find solution. Prime Minister Zaev, it was my Kryeministër Zaev, shumë kënaqësi t'ju intervistoja dhe shumë faleminderit. Kënaqësia ishte imja të isha i ftuar juaj. Faleminderit.